Ndoj unë vetëm jam I largon fizikisht se me shpirt, atje qëndroj dhe për atje tonë. Arma ma e fortë është kur zërin e ngrit për liri. Ajo është arma ma e fortë. Kur jeve dishim dhe kur thush se me dhe nga ti nuk largon dhe fush vetej, askush kënejt në t'kalion. Ka emra që shkruhen në histori me tituj, me grada, me dekorata. Por ka edhe emra që nuk ka nevojë për asgjë prej këtyre, sepse mjafton të përmenden dhe njerëzit e kuptojnë menjëherë se për kë bëhet fjalë. Një prej këtyre emrave është Bekim Berisha. Për kroatët ai ishte shok, për shqiptarët ai ishte abeja. Për bashkëluftëtarët ishte njeriu që hynte aty ku të tjerat hezitonin. Për komandantët ishte luftëtari që vlente sa një repart I tërë. E për armikun ishte një makth që shfaqej I papritur, godiste me saktësi dhe zhdukej si hije. Por kush ishte në të vërtet Bekim Berisha? Sa është e mundur që një djalë nga Graboci I Pejës të bëhej legjend në 3 luftra, të nderohej nga Kosova, Kroacia dhe më pas të përmendej si figurë unike e një brezi të tërë luftëtarësh. Si u kthye ai nga një emigrant I ri që punonte punë fizike në Perëndim në një prej emrave më të respektuar të luftrave ballkanike të viteve 90. Sot do ta tregojmë historinë e plotë të një njeriu që nuk luftoi për famë, por për ideal, të një njeriu që mund të kishte zgjedhur një jetë të qetë në Evropë, por zgjodhi frontin. Të një njeriu që u bë legjend jo sepse e kërkoi lavdin, por sepse lavdia e kërkoi atë. Para se të vazhdojmë, pëlqeni videon, abonohuni në kanalin Histori Epike sepse këtu tregojmë historitë që kombion nuk duhet I harroj kurrë. Bekim Berisha u lind me 15 qershor 1966 në Graboc të Pejës si fëmia më I vogël I Fazliut dhe Farijes. U rrit në një familje ku ndjenja kombëtare nuk ishte vetëm fjalë, por mënyrë jetese. Thuhet se gjyshi I tij Nexhip Selmani kishte luftuar për dekada kundër pushtetit jugoslav në Kosovë. Kjo do të thotë se Bekimi nuk u rrit thjesht me histori trimërie, por me një kujtesë të gjallë rezistence. Në ato vite, shumë familje shqiptare në Kosovë jetonin nën presionin politik, ekonomik dhe kombëtar të një sistemi që nuk I trajtonte si të barabartë. Shpresa për shkollim, avancim e liri ishte e kufizuar. Edhe Bekimi, pasi kreu shkollimin e mesëm në Pejë, u përball me të njëjtën muran që ndaheshin mijëra të rinj shqiptar, një derë e mbyllur në vendlindje. Dhe pikërisht këtu nis një nga kthesat më të mëdha të jetës së tij. Ai detyrohet të largohet nga Kosova dhe stacioni I parë bëhet Kroacia. Si shumë mërgjimtar shqiptar të asaj kohe, ai nuk largohet nga dëshira për avanturë, por nga nevoja për mbijetesë dhe për një të ardhme më të mirë. Fillimisht punon punë të rënda fizike, me një qëllim të qartë, të sigurojë jetesën dhe të ndihmojë familjen. Por Bekim Berisha nuk ishte njeri që kënaqej vetëm me mbijetesën. Ai kërkonte ngritje, kërkonte dije, kërkonte formim. Sipas të dhënave të shumta që qarkullojnë për jetën e tij, ai studioi në fushën e veterinarisë në Zagreb, ndërsa në rrëfime të tjera përmenden edhe studime në hoteleri në Opatja, Rijeka. Çfarë mbetet e qartë është se Bekimi nuk ishte thjesht luftëtar. Ai ishte njeri me horizont të gjerë, me vullnet për të formuar dhe me etje të madhe për dije. Ai në mërgem mësoi edhe 6 gjuhë të huaja dhe lexonte literaturë të ndryshme përfshirë atë ushtarake. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar figurën e tij, sepse Bekim Berisha nuk ishte një luftëtar I zakonshëm që vepronte vetëm me impuls. Ai ishte njeri që mendonte,
studionte, analizonte. Pikërisht këtu gjende dallimi mes një ushtari të mirë dhe një strategu të vërtet. Në një moment kur mund të ndërtonte jetën e tij në perëndim, Bekim Berisha bën zgjedhjen që do të vuloste për jetë emrin e tij. Ai shkon edhe në Holand, ku krijon jetë familjare. Fejohet me një grua holandeze, Wilmen, dhe bëhet baba i një djali dhe një vajze. Pra, përpara tij kishte një rrugë krejt tjetër: familje, qetësi, punë, stabilitet, siguri. Shumë kush do ta zgjidhte atë jetë, jo abeja. Kur shpërtheu lufta e Kroacisë, Bekim Berisha la pas jetën në perëndim dhe me 7 gusht 1991 u kthye në Kroaci si vullnetar. Në moshën 25 vjeçare, ai nuk zgjodhi komoditetin, por frontin. Nuk zgjodhi sigurinë, por rrezikun. Nuk zgjodhi heshtjen, por pushkën. Ai ju bashkua gardës kombëtare kroate, përkatësisht batalionit të 57 të pavarur në Sisak që përbëhej nga vullnetarët dhe mori pjesë në mbrojtjen e zonave pranë Donje Komarevo dhe Gornje Komarevo. Këto nuk ishin vetëm pozicione ushtarake, ishin vijat ku vendosej fati mbjetesës së Kroacisë përballë forcave serbe dhe ushtrisë popullore jugoslave. Aty Bekimi nuk u bë i njohur për fjalë të mëdha, por për vepra konkrete. Banorët dhe bashkëluftëtarët e Komarevës ruajnë edhe sot rrëfime për gjakftotësinë e tij. Thuhet se ai nxorri nga toka një granatë të pa eksploduar me një qetësi të pabesueshme. Të tjerë e kujtojnë si mjeshtër të demontimit të minave, njeri që u shpëtonte jetën shokëve të tij kur çdo sekond mund të ishte e fundit. Këto nuk janë epizode të vogla. Këto janë qaste që tregojnë se ai kishte një përzierje të rrallë të guximit, aftësisë teknike dhe qetësisë nervore. Dhe pikërisht aty, në Kroaci, lindi Novka që do ta shoqëronte, shok. Bekim Berisha mori pjesë në luftime të shumta në Slavoninë lindore dhe në zona të tjera të frontit kroat. Sipas dëshmive të bashkëluftëtarëve, ai nuk ishte vetëm luftëtar sulmues, por edhe organizator, njeri që dinte të lëvizte nën zjarr, të vlerësonte situatën dhe të merrte vendime të shpejta. Gjatë asaj kohe, ai dha edhe një intervistë për BBC-n, ku deklaroi me bindje se Kroacia brenda pak muajsh do të çlirohej nga forcat serbe. Ishte një deklaratë e një njeriu që e njihte mirë ritmin e luftës dhe besonte tek fitoria. Më vonë, në rrëfimet e komandantëve kroat, Bekim Berisha përshkruhet si një prej ushtarëve më të mirë dhe më të besueshëm që kishin takuar ndonjëherë. Për të është thënë se pranimi i tij në repart ka qenë një nga vendimet më të mira të jetës së një komandanti. Madje në kujtesën popullore kroate ka mbetur edhe shprehja se ai vlente më shumë se 1000 ushtar. Nëse një shtet i huaj, në një luftë ku ti nuk je lindur, të shesin një prej bijve më të denjë të frontit të saj, atëherë kjo do të thotë se ke lënë gjurmë të jashtëzakonshme. Por rruga e Bekim Berishës nuk ndalej aty. Më 16 qershor 1992, gjatë luftimeve, ai plagoset rënd. Sipas të dhënave, goditet nga 6 plumba gjatë operacioneve luftarake. Dërgohet për mjekim në spital ushtarak në Kroaci. Për shumicën e njerëzve, një plagosje e tillë do të mjaftonte për t'u larguar përgjithmonë nga lufta. Por për abejen, kjo ishte vetëm një ndalesë përkohshme. Ai kthehet sërish në vijën e zjarrit. Kjo tregon diçka thelbësore për karakterin e tij. Bekim Berisha nuk e konceptonte luftën si episod, por si mision. Në pranverën e vitit 1992, Ballkani digjej në disa fronte. Pas Kroacisë, radha I kishte ardhur Bosnjës. Lufta atje po shndrohej në një tragjedi të tmerrshme, me rrethime, spastrime etnike dhe masakra. Bekim Berisha e ndjeu edhe aty thirrjen e frontit. Ai mori pjesë në luftën e Bosnjës në anën e ushtrisë së Republikës së Bosnje e Hercegovinës. Burrimet e lidhin me operacionin Korridori I 92, ku ai u plagos rënd.
Edhe pse i lodhur, i plagosur dhe tashmë me përvojë të frikshme të dy luftrave, ai nuk e ndërpreu rrugën e tij. Kjo është pjesa ku figura e Bekim Berishës del jashtë kornizës së një luftëtari lokal. Ai bëhet figurë e një brezi ballkanik që e kuptoi se agresioni serb nuk po ndodhte rastësisht në një vend të vetëm, por ishte pjesë e një logjike më të gjerë dhune dhe pushtimi. Prandaj për shumë shqiptar, kroat dhe bosnjak, Bekim Berisha u bë simbol i diçkaje më të madhe, i bindjes se liria nuk mbrohet vetëm në vendlindje, por kudo ku kërcënohet e drejta për të jetuar i lirë. Megjithatë, sado i nderuar që ishte në Kroaci dhe Bosnje, një front e thërriste më fort se çdo tjetër. Ai ishte fronti i Kosovës. Pas luftrave në Kroaci dhe Bosnje, situata në Kosovë po përkeqësohej me shpejtësi. Represioni serb po shtohej. Populli shqiptar po hynte në fazën kur liria nuk mund të kërkohej më vetëm me fjalë. Dhe Bekim Berisha e dinte shumë mirë se ajo ditë po afrohej. Në fillim të vitit 1998, ai hyn ilegalisht në Kosovë nga Shqipëria, bashkë me një grup luftëtarësh. Kjo nuk ishte hyrje e zakonshme, nuk ishte kthim i një mërgjimtari. Ishte ardhja e një veterani lufte që vinte me përvojë, disiplinë, dije ushtarake dhe me një qëllim të vetëm. Të vinte gjithat përvojë në shërbim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimisht u vendos në Aqarev të Drenicës. Pikërisht aty nis një nga kontributet e tij më të rëndësishme, e ndoshta më pak të kuptuara sot: stërvitja dhe përgatitja e ushtarëve të rinj. Kjo është ajo që e dallon vërtet abejen. Shumë trima din të luftojnë, por jo të gjithë din të krijojnë luftëtar të tjerë. Sipas rrëfimeve, ai në Aqarev punoi me të rinjt në mesimin e artit ushtarak, disiplinës, përdorimit të armës, lëvizjes në terren, reagimit në prit dhe mbijetesës në front. Më 22 prill 1998, aty u ngrit flamuri shqiptar dhe Bekim Berisha hapi Akademinë Ushtarake të UÇK-s. Në marshime, ai nuk i lejonte ushtarët të mbanin armë të varura në krah. U thoshte se arma duhet mbajtur gjithmonë në dorë, gati për një përgjigje të menjëhershme. Kjo dukej si detaj i vogël, por në luftë është dallimi mes jetës dhe vdekjes. Pra, Bekim Berisha nuk po sillte vetëm trimëri në Kosovë. Ai po sillte doktrinë, përvojë fronti, rregull, strategji. Dhe kjo ishte arsyeja pse shumë kush e konsideron jo thjesht luftëtar të madh, por strateg të madh të UÇK-s. Ndërsa lufta në Dugagjin po ashpërsohej, sidomos në zonat perëndimore të Kosovës, Bekim Berisha bashkë me mikun e tij të afërt, Bedri Shala, shkoi në Glogjan. Aty bashkohen me luftëtarët e tjerë të UÇK-s, mes tyre me komandantin e zonës operative të Dugagjinit, Ramush Haradinajn dhe vëllezërit e tij. Kjo është një nga pikat më të rëndësishme të aktivitetit të tij në Kosovë. Në betejën e Glogjanit, Bekim Berisha përmendet si figurë kyçe për logjistikën, komunikimin, lëvizjen e luftëtarëve dhe organizimin e rezistencës. Kjo tregon se ai nuk ishte thjesht njeri që dilte në vit të parë për të qelluar, por edhe njeri që mendonte si të mbahej gjallë e gjithë struktura e mbrojtjes. Dhe kjo është thelbi i strategut. Strateg nuk është ai që vetëm di të sulmoj. Strateg është ai që di si të mbajë një zonë, si të lëviz forcat, si të ruaj furnizimin, si të përdor terrenin, si të jap jetë qëndresës. Për Dugagjinin, ku lufta shpesh zhvillohej me mjete modeste kundër një armiku shumë të armatosur, njerëz si Abeja kishin vlerë të paqmueshme. Ai njihte luftën konvencionale, njihte betejën urbane, njihte frontin e hapur, njihte pritën, minat, psikologjinë e luftëtarit dhe frikën e armikut.
Kjo është arsyeja pse emri i tij u bë kaq i madh në kaq pak kohë. Pas Glogjanit, Bekim Berisha dhe Bedrishala caktohen në Junik, një nga pikat më strategjike të luftës në Kosovë. Juniku ishte port, nyje, fortesë dhe simbol. Kush e mbante Junikun, mbante një pjesë jetike të rezistencës së UÇK-s në Dugagjin. Por Juniku u shndrua edhe në një ferr të vërtet. Forcat jugoslave dhe serbe e rrethuan, e bombarduan dhe e sulmuan vazhdimisht. Ishte një betejë e pabarabartë në mjete, por jo në vullnet. Në këtë betejë, Abeja dha një kontribut të jashtëzakonshëm. Sipas dëshmive, ai luajti rol të madh në mbrojtjen e qytetit dhe në përballjen kundër forcave shumë më të pajisura. Madje ai kishte propozuar edhe riorganizim të UÇK-s dhe ndryshim të strategjisë, duke shtyrë për një qasje më ofenzive se sa thjesht mbrojtëse. Kjo tregon edhe një herë profilin e tij. Ai nuk pranonte vetëm të mbrohej deri në fund. Ai mendonte si të ndryshonte ritmin e luftës. Rrethimi i Junikut u bë gjithnjë e më i rëndë. Granatimet ishin të pandërprera. Me 10 gusht 1998, situata arrin kulmin tragjik. Shoku i tij i pandar, Bedrishala, plagoset rënd. Sipas rrëfimeve, Bekim Berisha e viziton, e sheh në gjendje të pashpresë dhe e kupton se shoku i tij i shpirtit po shuhet. Të dy kishin qenë të pandar prej kohësh, që nga Holanda, në rrugën e luftës, në ideal dhe në sakrificë. Bashkëluftëtarët thonë se kjo pamje e goditi rënd Abejen. Nuk ishte më thjesht një betejë, ishte momenti kur lufta i kishte hyrë deri në zemër. Ai del sërish në vijen e zjarrit, tashmë me një ndjenjë hakmarrjeje dhe dhimbjeje të thellë. Udhëheq një grup luftëtarësh në sulme të shpejta kundër automjeteve armike në pjesën jugore të Junikut. Sipas dëshmive të ushtarëve që mbijetuan, ai ndryshen nga herët e tjera, e ndërpreu kontaktin me radio me bazën dhe u fut bashkë me disa luftëtarë në një shtëpi të vogël rreth 100 metra larg pozicioneve armike. Nga aty, me snajper dhe mortaj, vijoi të godiste armikun për orë të tëra. Ishte si të kishte vendosur të digjej i tëri në betejën e fundit. Pas orësh të tëra lufte të ashpër, forcat jugoslave thërasin edhe një tank për mbështetje. Tani përballa asaj shtëpie të vogël nuk ishte më vetëm këmbësoria armike, por edhe zjarri i rënd. Tanku afrohet dhe qëllon. Predha e godet shtëpinë ku ndodhej Abeja me shokët e tij. Sipas rrëfimeve, shpërthimi ja kaput krahun e djathtë dhe i shkakton plag vdekje prurëse. Bashkë me të bien edhe Elton Zherka, përmet Vula dhe Bashkim Lekaj. Bekim Berisha transportohet i plagosur rënd në shtabin e improvizuar të UÇK-s në qendër të Junikut, por nuk arrin të mbijetoj. Po atë ditë, pak orë më vonë, ndron jetë edhe Bedrishala. Kështu, dy shokë që kishin qenë të pandar në jetë nuk i ndau as vdekja. Është një nga ato skena që duket sikur dalin nga epopeja, jo nga realiteti. Por për fat të keq, kjo ishte krejt e vërtet. Abeja vdiq i pari, me plak të rënda duke mos e ditur nëse Bedriu do të jetonte. Ndërsa Bedriu kur mbylli syt pak orë më vonë, nuk e dinte se edhe shoku i tij tashmë kishte rënë. Dhe me rënjen e këtyre luftëtarëve, Juniku ra pak më pas në duart e forcave serbe. Pra, vdekja e Bekim Berishës nuk ishte vetëm humbja e një luftëtari, ishte humbja e një shtylle të tërë të mbrojtjes. Shumë figura të UÇK-s ishin trima të jashtëzakonshëm, shumë ran heroikisht, shumë udhëhoqën me guxim. Atëherë, pse për Bekim Berishën përdoret shpesh ky përkufizim kaq i madh? Strateg i luftës. Sepse tek ai bashkoheshin disa cilësi që rrallë gjenden të gjitha tek një njeri i vetëm. E para, përvoja ndërkombëtare e luftës.
Ai kishte luftuar në Kroaci dhe Bosnje përpara se të hynte në Kosovë. Kjo do të thoshte se kur shumë ushtarë të rinj të UÇK-s po hynin për herë të parë në luftë, Abeja vinte me bagazh të jashtëzakonshëm, taktik dhe psikologjik. E dyta, aftësia për stërvitje dhe organizim. Ai nuk luftonte i vetëm, por përgatiste të tjerët për luftë. Kjo e bën ndikimin e tij shumë fish më të madh. E treta, disiplina ushtarake. Nga mënyra si duhej mbajtur arma, tek lëvizja në terren, te reagimi në prit, ai kërkonte standard. Dhe në luftë, standardi shpëton jetë. Thuhej se ishte mjeshtër i minave, eksplozivit dhe mjeteve luftarake. Madje ai kishte krijime dhe patenta të veta teknike që lidheshin me eksplozivët, të cilat i ruante për ditën kur do t'i duheshin Kosovës. E pesta, leadershipi në front. Ai nuk urdhëronte nga prapa, ai printe nga përpara. Kjo jepte autoritet moral që pak veta mund ta kenë. Dhe më e rëndësishmja, Abeja e dinte se çfarë po bënte. Ai nuk ishte thjesht trim impulsiv. Ai ishte luftëtar që mendonte luftën, prandaj edhe sot kur përmendet emri i tij, përdoret jo rastësisht fjala strateg. Abeja fillimisht u varros në Junik, por më pas u rivarros në vendlindjen e tij në Graboc. Pas luftës për meritat e tij, ai u gradua pas vdekjes në general-lejtnant nga strukturat ushtarake të Kosovës dhe u nderua si një nga figurat më të larta të rezistencës. Më vonë në vitin 2010 atij u dha titulli Heroi Kosovës. Sot emrin e tij e mbajnë rrugë, shkolla, institucione, madje edhe struktura ushtarake në Kosovë. Janë ngritur përmendore, janë kënduar këngë për të. Është kthyer në simbol të një brezi që e kuptoi lirinë jo si privilegj, por si detyrë. Në vitin 2013, Bekim Berisha u nderua pas vdekjes me urdhrin kroat Hrvatski kriz, duke e kthyer kështu në një nga figurat më të respektuara jo vetëm në kujtesën shqiptare, por edhe në atë kroate. Ky është një rast i rrallë në histori. Një shqiptar nga Kosova, i nderuar si hero nga një shtet tjetër për luftën e tij në mbrojtje të lirisë së atij vendi. Përtej uniformës, përtej armës, përtej legjendës. Kush ishte ky njeri? Ishte njeri me familje, ishte baba, ishte student, ishte emigrant që kishte njohur jetën e rëndë të punës fizike. Ishte njeri që mund të ndërtonte një jetë të rehatshme në Holand, por e la atë pas. Kjo është ndoshta madhështia më e madhe e tij, sepse ka njerëz që bëhen heronj kur nuk kanë asgjë për të humbur, por Bekim Berisha u bë hero kur kishte shumë çka për të humbur. Ai la pas jo vetëm sigurinë, por edhe të ardhmën personale, la familjen, rehatin, mundësin për të jetuar larg luftës, dhe e bëri këtë jo një herë, por disa herë. Shumë gjëra që thuhen për Abejen jetojnë mes dokumentit dhe legjendës. Për të thuhet se ishte njeri me aftësi të jashtëzakonshme në përdorimin e eksplozivit, se kishte shpëtuar 10 jetë nga minat, se kishte ruajtur patenta ose skema që lidhen me mjete shpërthyese dhe kishte ndarë dëmshpërblimin që kishte marrë nga Kroacia për plagët me familjet e shokëve të tij të rënë. Kroacia e quante njeriu ushtri, ndërsa Kosova e ruajti si mit. Presidenti i Kroacisë Franjo Tuđman e kishte përjetuar rënd humbjen e Abejës, duke e përshkruar atë si një luftëtar që vlente sa 1000 ushtar. Kjo fjali tregon më së miri peshën që kishte Abeja në front, jo vetëm si trim, por si forcë e tërë ushtarake me vete. Bekim Berisha, shoku, Abeja, nuk jetoi gjatë. Ai vdiq vetëm 32 vjeç, por ka njerëz që jetojnë pak dhe lën pas një shenjë më të madhe se shumë të tjerë që plakën në heshtje. Sot kur përmendet emri i tij nuk mjafton të thuash se ishte luftëtar,
Duhet të thuash se ishte njën nga ata burra që rrallë lindin. Njën nga ata njerëz që historia nuk i prodhon shpesh. Njën nga ata që, edhe kur bien, nuk vdesin kur në kujtesën e popullit. Nëse dhe ju mendoni se figura të tilla meritojnë të kujtohen më shumë, shkruani në komente mendimin tuaj. A është Bekim Berisha figura më e nënvlerësuar e luftës sonë? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.